jo shpesh në ndodhë që njerëzit të rrëfejnë për gjendjen e tyre psikologjike, për ankthin, depresionin që kanë kaluar, por pse jo, ka ardhur koha që ne të thyejmë disa tabu. Dhe këtë tabu për ne sot e thyen zonja Liri Kurpali. Ajo është një shtetëse shqiptare, jeton prej vitesh në Gjermani. Dhe sot do të ndaj me ne historinë e saj të përballimit me ankthin. Nuk e di nëse e kemi zonjën Liri në lidhjen tonë virtuale. Përshëndetje. Përshëndetje nga Rezi Dielli, nga Tirana. Dhe të falenderoj shumë që je me ne. Faleminderit. Zonja Liri, sa vite keni në Gjermani? 9 vjet. 9 vjet. Ti ke provuar këtë ndjesinë dhe ke kaluar një fazë të vështirë në jetën tënde, duke përjetuar ankthin, prej sa kohësh vuan nga ankthi, zonja Liri? Kam 6 vjet. 6 vjet në luftë dhe në sfidë me ankthin. Më trego pak si të ka nisur ankthi, çfarë ke përjetuar, çfarë ke ndjerë? Si gjithë femrat me këto problemet e menopauzës në fillim fare, ju drejtova doktorit grave. Kujdes të ira pak telefoni, ju kërkojmë ndjes publikut. S'ka problem, zonja Liri, mund të vazhdosh. Të shfaqur në periudhën tënde të menopauzës, apo jo? Një shkëputje. Është edhe shkëputur ndoshta, i është rrëzuar telefoni, por na tregonte pak për historinë e vet të përballjes me ankthin. Jo të gjithë kemi mundësi, ose mundësia ndoshta jo, por është ajo tabuja, paragjykimi, çfarë do mendojnë të tjerët. Kjo i bllokon disa njerëz për të kërkuar ndihmë dhe për ta ndihmuar veten. Atëherë, këtu dua të ndalem. Nuk është e thjeshtë që një zonjë shqiptare në çfarë do lloj moshe të arrijë të dalë në ekranin e televizionit dhe të flasi hapur që unë përballem për ditë me të njëjtën gjë, ku njerëzit më thonë, doktoresha, kujdes se mos e marri vesh njeri që kam qenë e smur. Ankthi nuk është tabu, nuk është turp. Është një sëmundje e cila kërkon ndihmë. Dhe ndihma është e domosdoshme. Ne vetëm nuk ja dalim dot. Kështu që nuk është turp të flasësh dhe të tregosh. Liria gjeti forcën, sot unë në ekran. E kemi sërish zonjën Liri. Përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje. Dhe po të dëgjojmë historinë tënde. Të lutem më thuaj çfarë simptomash ndjeje ti këtu 6 vite përpara kur të ka filluar ankthi. Unë kisha i qik si nevrike, mendimet tepërta, tension të lartë. Kujt i shpresh? Edhe u drejtova ke ginekologu. Ginekologu më tha që ki probleme mendore, nuk ka të bëjnë pune e shëndetit. E menopauzës. Unë u drejtova ke psikologu. Psikologu më dha ilaçe si matë ndryshme. Do më thonë, kam provu shumë ilaçe, ato s'ishin për mu. Edhe i kam pi një kohë gjatë ilaçet, fillun më ranë flokët. Edhe i fillova ato në nëntor 2018. Në 2019, në maj 2019, jam bën shumë keq nga ilaçet. Do me thonë, ato 5 muaj piva ilaçet, po nuk o që ndjeva në shqetësim të madhë. Nuk më bëjshin mirë, po në shqetësim të madhë nuk o që kisha. Mas 5 muajve në maj, mu shpaq dhe një kokë u bëna agresive, do me thonë, tensioni lujtë sa lartë sa poshtë. Mora ilaçet ndryshme, ilaçet që s'ishin për mu, do me thonë. Kujt i rrëfeshe, kujt i tregoje për ndjesit të tua? Spitali Amerikan ke Treshin në Tiranë, më thënë, me që ti ka dhënë doktori Gjerman këto ilaçe, as ti heqim dot, as nuk ti ndryshojmë dot. Qartë, zonja Liri, më dëgjoj pak, të lutem, më thuaj, kujt i tregoje ti me këflisje, a të kuptonte familja për të gjitha shenjat, simptomat që të karakterizojnë këtë gjendje të vështirë të ankthit, pagjumësisë, të stresit që përjetoje, nervozizmit, sa të kuptonte familja jote? Jo, normal që më kuptoj ke. Komplet familja më ka kuptu. Sidomos gocën njëre kam marrë gjdo seansë, gjdo gjë e kam marrë me veti, edhe kisha frikë se mos do rëndohet edhe gocat u një qa fliqa unë me psikologu në këshu, do më thonë.
Po me ilaqet e këtuit u bona shumë keq, fillova shtova pesh, 1,68 isha e gjatë, kisha 95 kg pesh, fillova vetëm shqetësimet kisha. Nga se mendon se të shfaqur ankthi? Ke përjetuar një stres, një problematik familjare, largimi nga Shqipëria, çfarë mendon se të ka ndikuar? E kisha edhe këtë mërzin që u largova nga Shqipëria. Tani, si ndihesh? Tash jam shumë mirë. Kam hyrë në rrjetet sociale, kam gjetë doktoresh Emma Brucin, edhe kam kontaktuar me ta, edhe më ka thonë, e di se çfarë ke ti. Tani, këto mendimet negative, këto simptomat e tjera, i ke më? Jo, kam rënë peshe, çdo gjë, me Emma Brucin, Brucin jam shumë mirë. Më bëhet shumë qefi, unë të falenderoj shumë. Liri, të lutem. Ishin 3 gjëra të rëndësishme që doa t'i dëgjoj publiku. Pra, pikërisht, ishin mendimet negative, kishe probleme me yndyrnat në gjak, pra ishe drejt një parainfarkti, kishe karbohidratet e larta, që ishte një tjetër problematik, pra nuk haje do t'as buk, dhe ishe shumë e shëndosh, pra 100 kg për një trup jo të shtat lartë. Pra, ishin disa gjëra të cilat na çuan drejt një rreziku dhe për jetën, apo jo? Pra, shkonje, a ke shkuar shpesh në urgjencë për të kërkuar ndihmë për zëndra? O, kam shkua, mëj doktoresha, kam shkua, shkojsha ke doktori familjes, edhe më thoj ke kaluaj në frak, më veshin në ambulancë, më qëshin ke spitali kryesor, kur shkojsha atje më thoshin s'kja si gjë. Bëjsha vizita për kokën, për çdo lloj vizite, asi gjë su gjen ke dërmoni në asi vend. Ky Dermani, shqyr që ti je hapur, ke kërkuar ndihmë edhe që më bëhet qefi që zonja Liri është duke kaluar dhe është mirë nga ana emocionale dhe psikologjike dhe doja që ta falenderoja, po patjetër, dhe doja ta falenderoja shumë për ndërhyrjen, të uroj shëndet dhe bëre mirë që e ndave historinë tënde për t'i dhënë forcë, kurajo dhe frymëzim në një farë mënyre të gjithë atyre që janë duke përjetuar në mënyrë që të kërkojnë gjithmonë ndihmë. Nuk ja dalim dot gjithmonë vetë me probleme të tilla, po të hapim shoqërinë me familjen. Edhe një gjë të fundit, lutem. Patjetër. Nuk është të shkosh te në një kompani, për shembull, që shkojnë marrin në kompani farmaci medikamente gjëna që nuk. Tani duhet të sqarojmë dhe të ndajmë edhe këtë pjesën. Më thej që psikologja të ka dhënë ilaç gjë që s'duhet se jep mjeku psikiatër, një, e dyta dhe për persona të cilët e kanë të nevojshme terapinë me medikamente, patjetër duke u konsultuar gjithmonë me specialistin, me profesionistin e shëndetit mendor, patjetër që ka raste ku medikamentet janë të domosdoshme që të mos i konfuzojmë audiencën edhe e ka ngatruar fjalën psikolog dhe psikiatër sepse kjo ndodh gjithmonë. Pra ilaçet ja ka dhënë psikiatri, doktori psikiatr, ka që që nështruar ta bëjmë të sqarim se është më tepër te terminologjia. E falenderoj shumë zonjën Liri, uroj shëndet dhe të përshëndesim nga Rezja jon. Faleminderit për kohën tënde.